Pjesë e veprimtarive të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore në Shkodër ishte dhe prezantimi i romanit të Eliona Gjergos, i titulluar Spektrum për mosha 16+. Ky aktivitet në fakt bëhet në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, i organizuar nga Gruaja Kategori dhe Zyra për Djem dhe Burra. Si gjithmonë, qëllimi jon është që të ndërthurim aktivitetet me karakter social dhe ato që kanë karakter artistik, duke sjellë kështu edhe më të thjeshtë diskutimin për kauza të ndryshme në shoqërinë tonë. Ndërkohë, shkrimtarja Gjergo thekson se në këtë roman trajton një temë mjaft të veçantë, e cila është me shumë interes për shoqërinë tonë. Spektrum është libri im i pestë, i cili flet mbi ngjarje të vërtetë, ashtu siç gjithë librat e mi, dhe flet për abuzimin seksual në familje të një fëmijë autik. Prandaj dhe është vend 16+, sepse ka përshkrime të skenave të atilla të cilat janë çik të vështira për të pranuar, jo për të kuptuar nga mosha 16 e poshtë. Ja vlen sepse ata për vetë faktin që i përkasin një grupi kaq të veçantë siç është spektri autik, dhe mënyra ose më saktë e kanë të pamundur që ata të shprehen dhe kanë të pamundur që ata të flasin ose të tregojnë ngjarje të këtij lloji. Kështu që duhet të jemi të gjithë ne zëri tyre. Gjatë prezantimit të romanit, nga të pranishmit nuk munguan pyetje drejtuar autores, sugjerimet e ndryshme dhe këndvështrimet mbi mënyrën se si mund të përmirësojë kujdesi dhe trajtimi i personave autik. Organizata Gruaja te Gruaja e ka këtë temë pjesë të aktiviteteve të saj për 16 ditët e aktivizimit në Shkodër.